Stadiumi flamurtar i Vlorës vazhdon të jetë një kantier ndërtimi për shkak të investimeve të cilat janë duke u realizuar e që do të përmirësojnë infrastrukturën e stadiumit në prag edhe të startimit të kampionatit kombëtar të futbollit për kategorinë Super League, që tashmë flamurtari rikthehet në elit pas 5 vitesh. Ditët e fundit ka nisur puna me intensitet e lartë për shtrimin e tapetit të ri të fushës së stadiumit flamurtari. Tapeti ka mbritur nga Greqia, ndërsa në Vlorë për shtrimin e tij kanë qenë dhe vetë ekspertët grek. Pamjet që po ndiqnin në ekran të filmuara gjatë paradites nga televizioni 6+ nga Vlora sjellin momente nga procesi i shtrimit të tapetit të ri, që do të zgjasë për 10 ditë. Fusha e re do të jetë gati për nisjen e sezonit të ri futbollistik në fund të muajit gusht, teksa është mbyllur puna për të bërë gati drenazhimin e fushës. Tapeti i ri mbriti nga Larisa e Greqisë, ndërsa specialistët grek garantojnë një fushë të një cilësie të lartë. Deri në muajin gusht, stadiumi do të jetë një kantier ndërtimi ku do të vijojnë punimet edhe në tribuna. Impianti pritet të jetë rësisht i rinovuar pas rikthimit në Super League të flamurtarit, ndërsa prej 10 ditësh do të vazhdoj puna për shtrimin e tapetit të ri, i cili do të jetë një cilësie të lartë me qëllim inaugurimin e tij ditën e nisjes së kampionatit kombëtar të futbollit.